Informacioni për platformat e kandidatëve për zgjedhjet e përgjithshme që të mbahen me 11 maj nga ana e qytetarëve duket se është i ulët. Mungesa e informacionit specifik për platformat e kandidatëve dhe njohja e qytetarëve me to duket se vjen si shkak i mosinteresit të tyre për zgjedhjet që po afrojnë. Kur ka 2 javë që ka nisur fushata për zgjedhjet qendrore të 11 majit, kandidatët për deputet kanë nisur të shpalosin platformat e tyre elektorale. Po sa janë të njohur qytetarët me këto platforma? Realisht u bën shumë kohë që partitë politike s'kan program të shkruar më valla që mund ta gjejnë në bibliotekat, qoftë edhe 1 lek. Këtu në librari s'kan. Asnjë nuk ka gjë të shkruar me vulë elektronike që të përgjigjet për premtimet që ka bërë. Deri tani s'ndihet gjë hiç. Që të gjitha partitë janë zero me bisht. Që nga ai që na jep atë letër këtu në rrugë deri tek më madhja. Kështu që në më interesa tuti, tanë rinia ka i kanë me plesh, me më 70 vjeç. Këto janë një grup kriminalash që kanë fikë këtë vend, nuk u intereson për popullin hiç, absolutisht. As në intereson veç, as njëni nuk ka në një gjë që me thonë një objektiv ose 2. Se cili shton shifrat sa më shumë për vete dhe të rrejt këtë popull i madh i vogël. S'kam votu kohë, pse s'më pëlqen? I shgënjymen të në antë. Nuk më intereson ajo punë hiç. Pse? Se unë jam marrë me ta, pak kam kryer dhe fëmija shkollën edhe nuk kanë afruar kur kush edhe do më nejnë punë ta, nuk do më ia ditë hiç për ta. Po çfarë presin qytetarët nga këto zgjedhje? Ose sen. Ta 35 njëlla jena, njëjtin konar. S'ka lëviz kur janë vesh për keq. Ja, s'ka, nuk ka me këtë klasë politike që është 30 sa vjet, nuk ka asnjë ndryshim. Inshallah. Inshallah, qef kena me ndryshu i jesës. Ishto zbaj. Ishto nuk është mirë me ne ishto. Po shpresin na inshallah kena me dorë zoti më zhvilluar me ecmar. Janë 11 subjekte zgjelluare, partia e koalicionit, të cilët kanë regjistruar pranë KQZ-s listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet politike. Betejë kryesore mbetet mes Partisë Socialiste, e cila synon mandatin e 4, dhe Partisë Demokratike, ku kryetari Berisha ka ndërtuar një koalicion të madh në numra me disa parti opozitare.